ndërpartijak që diskutojmë për çështjen e ardhshme të zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës, jo vetëm, folim për çdo politikën e jashtme të Republikës së Kosovës, çështjet e sigurisë, çështjet me interes të përbashkët. E falenderova për përfshirjen edhe të buzëtit të komunës Prishtinës në buzëtin qendror. Votuam për çështjet të marrëveshjeve ndërkombëtare me interes për Republikën e Kosovës. Por në përgjithësi folim pra për çështjen e ardhshme, më të rëndësishme të presidentit dhe afatit kushtetues që po na rrjedh. Jo më pak se 10 ditë, përkatësisht 9 ditë deri tek zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës. Dakordimi i përgjithshëm është se janë vetëm dy rrugë përpara. Para është duhet ose konsenzus politik mes faktorëve të vendit, dhe ky konsenzus politik duhet ndërtohet në këtë 9 ditë të ardhshme, ose duhet një marrëveshje klasike politike. Pra marrëveshje klasike politike mes partive për çështjen e presidentit, dhe në të dyja rastet duhet së paku 2/3 e votave të deputetëve të Parlamentit të Kosovës. Vetë të takohemi në ditët e vijim për të parë njërin prej këtyre dy mundësive që kemi përpara. Ka për kralje të këja kryetar? Koalicioni do të thotë me vendosin? Po, u dakorduam që dy rrugë janë përpara, ose konsenzusi politik, ose një marrëveshje politike mes dy partive politike për çështjen e presidentit. A ka ndonjë emër prej LDK-s kryetar? Nuk përmendëm emrat, folëm për parime, folëm për shtylla potenciale të zgjedhjes së çështjes jetike të zgjedhjes së presidentit dhe shmangjes së zgjedhjeve parakoshme. Do të jemi pjesë e procesit zgjedhjes së presidentit, do të jemi pjesë e procesit, pra a do të ofroni ky takim është pjesë e procesit. Seancës konstitutive, do të ofroni ndonjë kandidaturë për të mundsuar sadopak edhe votimin ndonjë. Po shoqojmë ose dy rrugë, po njoftoj dy rrugë janë përpara. Para është konsenzusi politik brenda partive politike të Kosovës, dhe dyta është marrëveshje politike mes partive, këtë rast mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Listës Vendosi. Për të gjitha rastet duhet së paku 2/3 e deputetëve. Do diskutojmë, por këto janë. Çka nuk kupton kjo marrëveshje politike? Në vitin 2024 bashkëshortja juaj ka hapur një kompani për tregtim të rrymës, konkretisht me emrin Ampera SHPK. Na tregon si po shkojnë punët. Në ka kompani të tillë rrymës është. Në kushte e bashkëshortës tuaj Ampera SHPK. Në fatë Me çka mirë konkretisht? Është kompani elektrike, po jo tregtimi. Është të cilësisë veçantë. A jep një tregtim të ushtim me Vjosa Osmanit do t'ja bëjë edhe ambërtetni apo? Ne jemi të folë për jemi të folë për proces konsenzusi. Pre konsenzusit dalin kandidatura. Më pas emër të tjerë. Për 2 orë nuk përmend asnjë emër në Buziko? Po tani ne diskutuam për çështjen e presidentit të Republikës dhe për nevojën për 2/3 e votave. Më pas do të flasim për emrat të partive. Marrëveshja politika nuk kupton angazhim në qeveri? Marrëveshja politika nuk kupton angazhim në qeveri? Marrëveshja politika nuk kupton dakordim për çështjen e presidentit, për këtë fazë nuk besoj që kemi interes ose ka interes në atë. Por gjithçka është e hapur brenda marrëveshjes politike. Por edhe konsenzusi është shumë i natyrshëm, por çfarë do zgjidhje që na sjell për 2/3 e votave të Parlamentit. A flasim në emër të pasëm dhe Përmbajtësor, për çështjen e interesit nacional të Kosovës, për çështjen e presidentit. Ishte takim i mbar dhe i mirë mes dy partive politike në çështje që duhet na përfshijë të gjithëve, jo vetëm neve.